Në vendin e ngjarjes, aty ku sot paradite unë e thash shkurtimisht se çfarë ka ndodhur, një aksident, po të lutem mund të më bësh një përmbledhje, ku është zona, si ka ndodhur aksidenti, përplasja, pra më bëj një përmbledhje të këtyre detajeve. Një aksident fatal është regjistruar paraditën e sotme në kryeqytet, më konkretisht në rrugën Kastriotët, e njohur ndryshe për të gjithë qytetarët si zona e pallateve të verdha, dhe ngjarja është regjistruar rreth orës 11:20 minuta, ku bëhet me dije se një automjet ka përplasur për vdekje një fëmijë të mitur të moshës 7 vjeçare. Në fakt, deri në këto momente, edhe pse kanë kaluar disa orë nga kjo ngjarje e rëndë, policia e ka të pamundur të bëjë identifikimin e autorit të këtij aksidenti me pasojë vdekjen. Janë sekuestruar 10 kamera sigurie të paktën deri në këto momente nga ana e policisë, por ajo çfarë vlen të theksohet Erla, do doja që edhe përmes pamjeve të drejtë për drejta në këto momente, ku siç duket ka kamera në zonë, por disa prej tyre janë jashtë funksionit, gjë e cila e ka bërë të vështirë edhe punën e policisë për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorit të këtij aksidenti të regjistruar paraditën e sotme në kryeqytet. Ajo çfarë mësohet është se i mituri ka qenë duke qëndruar shumë pranë vizave të bardha, bëhet me dije se i përket komunitetit rom dhe në fakt nëna e të miturit ka qenë në anën tjetër të rrugës dhe tashmë policia do duhet të kryejë të gjitha verifikimet sa i përket kësaj ngjarje, edhe pse duket se don ende shumë kohë për shkuar drejt identifikimit të autorit dhe sqarimit të kësaj ngjarje. Por nga ana tjetër në komunikimet që kemi pasur me banorët të zonës, të cilët jashtë kamerës kanë pohuar se pasi është goditur nga automjeti i parë, kanë qenë edhe makinat të tjera të cilat e kanë përplasur dhe të paktën kanë qenë 2 apo 3 makinat të tjera të cilat kanë përplasur më pas goditjes së parë të miturit. Si ka mundësi të ketë ndodhur kjo, Sara? Dhe për të saktësuar diçka më herët në një reagim zyrtar, jo, të detajet të tmerrshme janë këto që ti po raporton. Për shkak se në atë moment kur ka ndodhur kjo ngjarje, semafori ka qenë Semafori ka qenë në jeshil për të kaluar automjetet dhe nuk dihet ende saktësisht nëse fëmia ka qenë i ulur në pjesën e bordurës apo mund të jetë rrëzuar, por këto tashmë i mbeten të gjitha hetimeve për të verifikuar sa i përket këtij aksidenti, pasi në këtë rrugë, siç e shikoni, makinat paktën në këto momente pra fluksi është i lartë, paktën bëhet me dije nga ana e qytetarëve, ka qenë edhe lëvizja e mjeteve në atë periudhë, do duhet për të verifikuar nëse automjeti, drejtuesi i automjetit ka qenë në shpejtësinë e lejuar apo e ka tejkaluar shpejtësinë në cilën lejohet të lëvizet në këtë aks, apo nga ana tjetër nëse kemi të bëjmë me një person i cili mund të ketë qenë nën efektin e lëndëve narkotike apo të alkoolit, por ajo çfarë i vështirëson akoma më tej pozitat e tij është vetë fakti që ai është larguar nga vendi i ngjarjes pasi ka kryer dhe këtë aksident. Po pra, kjo e bën edhe më të rëndë ngjarjen, se tani aksidente edhe mund të ndodhin, po fakti që drejtuesi i automjetit është larguar dhe nuk ka ndaluar për të dhënë qoftë edhe ndihmën e parë, kjo sigurisht që e bën edhe më të rëndë ngjarjen. Po me sa po shoh nga zona ku ti je, duket një rrugë me fluks të lartë makinash, pra nuk është një zonë e humbur në periferit e Tiranës, po një zonë edhe kamerat e sigurisë. Si ka mundësi asnjë kamera, çfarë thot policia për këtë rast një herë? Përveç asaj që ka shpërndarë në komunikat që është diçka shumë e thatë edhe e shkurtër. E vërtet, në fakt, ajo çfarë thoni, madje për sqaruar edhe diçka sa i përket komunikatës zyrtare të policisë së shtetit, ku bëhet me dije se i mituri 7 vjeçar ka humbur jetën në spital, duhet saktësuar se i mituri në fakt ka shkuar pa shenja jete në spital, kjo është e konfirmuar nga ana e bluzave të bardha, por për të ndalur tashmë tek